A është qafa dhe duart një nga zonat më të neglizhuara edhe të shpirtit ton fizik? Më të neglizhuara po, do të thoja. Qafa dhe duart janë të neglizhuara dhe fatkeqësisht janë dy zona që mbartin të gjithë artin, shpirtin tek një grua, sidomos. Qafa dhe duart janë shumë të rëndësishme. Megjithatë do të thoja që vitet e fundit ka filluar një interes gjithmonë më i lartë ndaj trajtimeve në zonën e qafës dhe trajtimet në zonën e duarve. Akoma nuk janë ndërgjegjësuar, në përgjithësi kushtojnë rëndësi vetëm fytyrës, mirë po duke qenë se fytyra dhe qafa janë një, unë i shikoj si një gjithmonë dhe i trajtoj si një. Mirë po ka dhe procedura të tjera në mjekësinë estetike ku ti jo gjithmonë mund t'i trajtosh dot si një sepse kanë dhe kostot e veta. Dhe por mundohem ti edukoj dhe ti orientoj që sa herë që trajtohet fytyra, të paktën duhet trajtuar dhe qafa, nuk po zbres në dekolte, po të paktën dhe qafa, duke qenë dhe për vetë pozicionin e saj anatomik dhe llojin e lëkurës që është aty, duke qenë një lëkurë tejet e hollë dhe për staturën që ka, domethënë qafa është e gjatë, dhe normalisht lëkura e hollë ka tendencën që të bjeri më shumë aty. Duart pastaj janë një çështje tjetër, ne me duart krijojmë, punojmë, e shumë gjëra të tjera dhe domethënë duart janë akoma më në domethënë më të ekspozuara ndaj degradimit lëkuror.